Me tensione është shoqëruar mbledhja e sotme e Këshillit Bashkiak të Vlorës. Gjatë mbledhjes, shoferët e autobusëve të linjave urbane kanë kërkuar të hyjnë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por nuk janë lejuar nga efektivët. Ata kanë kërkuar një takim me kryetarin e Këshillit Bashkiak, por dhe me vetë kryetarin e bashkisë. Konkurenca e paligjshme dhe një terminal janë dhe shqetësimet e tyre, ndërkohë që ata nuk janë lejuar të hyjnë gjatë zhvillimit të mbledhjes. Nuk kanë munguar më pas edhe debatet mes tyre dhe efektivëve të policisë bashkiake, ndërsa drejtues të autobusëve interurban kanë tekstuar se nuk largohen pa zhvilluar një takim dhe parashtruar kërkesat e tyre dhe gjetur një zgjidhje. Kreu i shoqatës së linjave interurbane të Shqipërisë, Shpëtim Brioni, ka tekstuar se do të kërkojnë deri në fund zgjidhjen e kërkesave dhe nuk largohen pa një takim në Këshillin e Bashkisë, kërkesa këto të pranuara dhe nga drejtues të autobusëve interurban. Ne kemi ardhur për një mori i punësh, por që kemi kryesore, kërkojnë të vendosin nga aty ku është, qendra autobusit, më në qumë në një vend tjetër. Unë nuk e di, se s'kan thonë këta nuk e di, po. Plus i kemi dhe probleme tjera. Kemi transport në paligjshëm, kemi element Vlora, një qytet shumë i bukur në Shqipëri, mos ketë një terminal, vinë turistët e huaj, vinë nga gjithë bota, vinë. Nuk e di çfarë them, mund duket absurde. Vlora ka terminal Kuçova, ka terminal Berati, ka terminal rrethet më të vogla, mos ketë Vlora një terminal, kjo është nuk e di, nuk e perceptoj dot, a kupton? Keni ardhur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kërkuat takim, keni kërkuar më herët takim, çfarë ju tha? Tashi ne të kërkuam, të jam rënë të referoja këto kërkesat, a kupton? Na njoftuan një dy anëtar të Këshillit Bashkiak, edhe tha do ta ngjem ne. Ajo kryetaria nuk dëgjoi në fakt. Në parë thash na desh më nda përcjell, më na çuke kryetari i bashkisë. Mirë po njoh legislacionin që kam thënë edhe drejtori policia. Unë vendos me taku kryetarin e Këshillit Bashkiak, se ky është organi ekzekutiv. Këta do ta ngajnë votën për çdo gjë, për buxhete, për transporte, për tregtie, për taksa, për tatime, gjithë. Edhe që ne do ta takojmë se s'ban, me dashje, pa dashje, këta do ta takojmë se s'ban. Çfarë ju tha? Tani do presim deri për punën e mbledhjes? Do presim deri marrë buxheti, jam kupton, se edhe ne e kuptojmë aq mani kina ku thon fjalë. Buxheti më kryesore. Marrë buxheti më sa të hyjmë ne. Do hyjmë se s'ban. U ko marr nga Tirana këtu. U ma kollaj shkoj takoj ministrin në Tiranë, ministër, se sa më taku këtu, kjo është jahudi thonë në Marbura, jam kupton. Bot Vlora e tillë unë s'kam pani herë. Protesta ndërkohë ka nisur të hënën, ndërsa drejtuesit e autobusëve deklarojnë se do të vijojnë deri në zgjidhjen e kërkesave, duke pezulluar shërbimin interurban. Ne kemi që nga viti 95 që operojmë në linjën Vlorë-Tiranë. Jemi shoqëria më e madhe në të Republikën e Shqipërisë dhe kemi ardhur këtu që të bëjmë një takim me Këshillin Bashkiak për problemin e lëvizjes së terminalit që kemi neve. Mirë po hasim një vështirësi që nuk duan të na presim. Ne do presim sa të mbaroj çështja e buxhetit, që kanë të ashtu edhe presim që të bëjmë takim. Ne do të realizojmë të takim me do e mos, se na ka vajtur thika, si që thot populli, në palc. Kaq dhe juve ju faleminderit për interesimin që bëni ndaj halleve tona. Ne kemi ardhur këtu për lëvizjen e stacionit. Vendi ku na ka caktuar bashkia është vendi pa përshtatshëm. Dhe nuk është vetëm ky problemi kryesor yni, po këtu çdo ditë zhvillon pirateria. Dhe ne kemi trokitur në çdo dyer dhe nas një dhe nuk kemi zgjatur zgjidhjen. Dhe sot kemi ardhur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të futemi me domosdoshmë që të marrim një zgjidhje. Çfarë ju thanë se deri tani? Nuk na kanë pranuar është buxheti dhe mbas buxhetit na kanë thënë që do presim. Nëse na presin, gjithsesi. Ndërkohë që përveç konkurrencës nga furgonët e palicencuar, një kërkesë e tyre është mos largimi nga vendi ku ata qëndrojnë për herë. Sipas tyre, stacioni do të jetë tashmë në afërsi të institucionit të paraburgimit, gjë që bën që udhëtarët të mos vinë dot për shkak të largësisë.